kemi sjell edhe në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli, përveç se recetave të ditës së sotme që do të postohen padyshim me foton për kace të përfunduar kështu siç vepruam me Rolen, por edhe me mënyrën e përgatitjes dhe zhvillimin e recetës, padyshim do të jenë edhe truket tona, këshillat praktike, mund t'i ndiqni në Reze Dielli në YouTube. Bëni subscribe dhe na ndiqni për çdo postim aty. Kalojmë tani tek receta e tretë. Një supë e thjeshtë. E shpejtë që supat janë prioriteti ynë, jo vetëm për recetat e thjeshta praktike, si kundër dhe zonja e përmendi dhe mu bë shumë qefi që kjo moto mision që ka kuzhina e Reze Diellit të ketë arritur sadopak në veshët edhe në sytë tuaj. U bë gati kompostoja. Kemi ndonjë tas ku mund ta servirim para se të ftohet paksa dhe më pas të servirim në tasë, tasa kemi sa të duash. Ja, lëm kështu. Tasa kemi sa të duash. Të ftohet pak, vjen një aromë fantastike, një gëshetim i kanellës edhe i goshtëve të karanfilit, aroma e ftohtë gjithashtu është super e këndshme. Kështu që le ta shijojmë ashtu siç duhet në çajnikët tan ose në tasat që ju keni në shtëpi. Kjo tani avash puna jote. Edhe puna ime është që unë të marrë një tenxhere direkt për të bërë një supë. E lëm të ftohet se dua ta shikojnë dhe procesin anvisat. Do të shtoj masën e gjalpit. Direkt, duke shtuar masën e gjalpit, duke thënë dhe produktet. Kam një fileto mishi, kam qepën, karotën, vezën, krip, piper dhe nuk harroj që të marr pak oriz. Pak oriz. Do të thotë që mua më duhet sërish orizi për tjetër gjë. Marrim sa na duhet për supën, e kemi zier orizin në ujë, ujë me krip dhe është gati për recetë tjetër. Këta janë përbërësit, pra fileto pule, oriz, karot, një vezë, gjallë, krip, piper i zi. Shtoj edhe qepa për qepën direkt. Qepën. Edhe karotën, që unë i kam kaluar në blender të dyja. Pak gjallë dhe pak vaj. Edhe pjesën tjetër. Marr një fileto, gjë që mua nuk më duhet të marr të gjithën. Pra tek një fileto, kjo fileto kur është, që ka një mazë diku te 500 300 grame ka, e presim për gjys dhe bëjmë të masën e për 2 veta. Për 2 veta. Do të shtoj direkt edhe fileton e pulës, largoj, se s'më duhet asnjë gjë. Të kordisen të zbuten bashkë me aromat specifike të qepës tek karota dhe tek filetoja. Zbuten, zbardhen pak sopat e filetos. Unë do ta çoj dëm të brokolin që kam. Po, shtojmë supës, mi do ishte. Është e pranueshme shija e brokolit në këtë supë. Do të shtoj pak. Largoj. Do më thonë, me një kokë brokoli bëm 2 receta. Të tretën, me atë që mbeti kërcellin e brokolit, mund ta zjejmë dhe bëjmë një lëngë perimesh bashkë me asnjë eksakt frisni hol. Po. I vendosni në uthull. Po. Edhe i shkon shumë. Aty ku është brokoli, aty është speci, kastraveci, i shkojnë jashtë mase. Pak o zuj më sjell një ki? Po, pa tjetër. Ma tjetër mbush këtë. Ja. Derisa jam marr mënd. Dikur thoshim, na u morën mënd. A, kjo do të thotë që keni mënd. Ja, edhe këtu,
do të thotë që tani është koha që të kthehen. Pakës fare uju kam thënë, është shumë mirë. Nëse unë do kem, kur dua që të kem një zgjerje më të shpejt, normalisht i vendos një kapak më të vogël. Dhe si për kapakun tjetër, është zgjerja e gjysmë presionit. Shtoj pakës prip. Ju e dini shumë mirë se nëse mishi vendoset pripa, mishin e forcon. Janë disa lloje mishi, pra të mishi i viçit është e njëjta gjë. Tek pula ndryshon paksa, sepse pula dhe mishi i derit janë mishra të bardhë dhe janë më të kollajt për zgjerje, për skuqjen e tjerë. Tek mishi i viçit ndryshon patjetër dhe për të ruajtur atë lëngun që ne duam për shembull të bërxollat e bifteku, patjetër që bëjmë një pudrosje shumë të mirë me miell, që lëngjet të qëndrojnë brenda. Pra, sidomos ku kemi atë mishin special fare, aty nuk ka fare nevojë për pudrosje, sepse është mishi i cilësisë alfa. Do të shtoj orizin, dhe tek orizi do marr tash plaj. Edhe sasinë e ujit që i duhet që largoj. Sikurse edhe ujin e bimëve aromatike që unë kam. Do të shtoj këtë mas piperi, i largoj, i heq të gjitha këtu, dhe një përzgjerje të mirë, dhe bëhet avash. Një supë shpejt. I lexojmë përbërësit e saj, kam lënë ujë aty? Jo, e zbraza që ta mbushja me kompost. Unë do t'i lexoj edhe një herë produktet e supës, një supë e shpejt, e shishme dhe thjesht fare. Një kofsh ose një gjok spule, 1 litër e gjysmë ujë, 1 filxhan oriz, një qep e vogël, një karot, një lugë gjelle e mbushim pastaj. Që të duket bukur ky çajniku, si thua. Një qep e vogël, një karot, një lugë gjelle vajulliri ose gjallë, një vezë e freskët, krip dhe piper sipas shijes, lëngu i një gjysmë limoni, majdanoz i freskët për dekor. Në fund fare supa, vazhdojmë tek procesi fundit i supës, sigurisht që është një supë që prihet me një kokër vezë edhe me pak limon, të shtuar bashkë me vezën aty. Sa kohë kemi? Ne kemi dhe 3 minuta, nuk e di nëse na duhet, na mjafton koha për ta serviruar supën, duke qenë se vetë orizi ka qenë i zirë, ka urdisja e filetos ose i gjoksit të pulës e tillë. E të zjedhe pak. Ne këtu jemi deri në fund të programit, i presim recetat, bëjmë një përmbledhje tani të roleve. Sa më shumë të qëndrojnë piksen, qëndrojnë dhe më bukur në pjatë, role me vezë, të mbushur me djathë, me prosciutto dhe me brokoli. Do t'ju ndihmoj edhe një herë çfarë shtuam tek receta e roles, por më parë le t'jedhim një sy se si i servirëm dhe si është, le themi, rezultati i tyre. Ja, do t'i sjellim këto që janë më të bukurat, t'i sjellim në sipërfaqe. Produktet e kësaj recete, pra role me vezë, me djathë, me prosciutto dhe me brokoli. 4 vezë, 1 kokë brokoli, 100 gram djathë pice, 100 gram prosciutto, 50 ml qumësht, 1 lugë gjelle vajulliri, pluhur hudhre, rigon ose erza çfarë do dëshironi ju dhe krip piper sipas shijes. I bashkoni të gjitha produktet përveç djathit edhe prosciuttos, i shtroni në një tepsi me një letër pjekje, piqeni, bëhet një pet për ta mbështjellë me role, duke vendosur brenda djathë dhe prosciutto, gjithashtu dhe brokolin, të cilin ja grini para se ta vendosni në furrë tek ajo masa e lëngët e vezëve. Kalojmë tek komposta, s'ka nevojë t'ja u tregoj se çfarë dini të gjithë të bëni një komposte, u asollëm për t'ja rikujtuar, po mos harroni t'i shtoni pak limon tek zjerja, pak sheqer ose një ëmbëlsues tjetër, gosht karafili dhe kanellë. Shijon më mirë se sa vetëm duke e zier ftojnë siç është në gjendjen e tij natyrale në ujë të nxehtë. Dhe supa, që Albana tani është duke e prerë me vezë dhe me limon, pak pika limoni dhe një vezë të plotë, të cilin fillimisht i rregullojmë temperaturën
përpara se t'ja shtojmë tek orizi dhe e trazojmë për t'i dhënë atë ngjyrën dhe shijen e duhur. Të lumshin duar, i lëmë edhe pak lugët për t'u zier, për t'u pastruar dhe më pas do t'i fshim me një pecet të pastër të thatë përpara se t'i vendosim në sirtar. Këto ishin recetat, unë ju pres pas pak, falenderoj Albana. Falenderojmë të gjitha anvisat që ishin përpara ekranit tonë, ndërkohë unë ju pres pas pak për të mësuar se cila është dieta më e mirë për hipertensionin e 2025-s.